këtua këtu që janë patjetër simbol i veriut, por edhe mirëditës. Këto janë çifteli të punuara nga ti me dorë? Po, patjetër, dhe në qeveria artizanale, popullore. Është një trashëgimi, domethënë qindra vjeçare e zonës veriut. Familja jonë ka domethënë rreth që nga 1895-a që i trashëgon të punime. Domethënë edhe brezi i tretë që i fillojmë. Sa vjeç jeti? Unë jam 47. 47 vjeç. Dhe në familjen tënde e mban mend deri ndoshta tek stërgjyshi që i bën këto punime si funksionon? Të më trego pak dikur. Baba dhe sot. Dikur kanë qenë më të thjeshta. Duhet bërë fjalë punimi nga që nuk ka pas gjëra kaq dekorative, kaq punime artistike, por ishte në atë kohë ishte një lloj të ngjoshe qeftelinë si të shifshe Filharmoninë e Vienës sot, domethënë ishte unike. Imagjino, nuk kishte televizion, nuk kishte radio, nuk kishte asgjë tjetër, dhe kjo ishte një orkestrinë e shkëlqyer. Pavarësisht edhe sot vjen qeftelia përsëri është integruar edhe në reglat moderne edhe në gjitha pjesët e epokës. Gjyshi jot, me çfarë druri e bënte çiftelinë? Kjo për shembull është me dru mani, ku kemi rreth 5 lloje druni, që kjo u tregoj. Kjo është me dru ahu. Me dru ahu kjo, duket ka një ngjyrë tjetër. Kjo për shembull tjetra është me dru qershie. Dru qershie. Wow! Është tjetër. Kjo këtu me gdhendje që është me shqipon është me dru arre. Kjo më pëlqen ka mua. Po kjo është më e vogël kjo? Është më e vogël. Po ka këtë shqiponjen. Sa kohë do kjo shqiponja që të gdhendet këtu brapa? Kjo do 2 ditë. 2 ditë? Po, 2 ditë me dorë, ta presh qitën, avash. Edhe kjo është me dru villi, edhe kjo është një nga drurat më të mira për qefteli. Cili dru është më i përshtatshëm dhe më i shtrenjtë? Më pas që kur del një treg, qeftelia është më e vlerësuar. Edhe pse është ai dru më i mirë për shkak? Domethënë në trashëgiminë e veglave, druni më i përzgjedhur është druni i manit. Druri i manit. Domethënë edhe druni i arrës. Pse jeton më gjatë apo lidhet më mirë me lidhet tela? me akustikën e instrumentet, domethënë lidhet me volumin e zanit, me qartësinë e tingullit dhe domethënë jep një tingull më të mirë se sa drunat e tjera. Tani, më kujto pak edhe na trego pak nga e kaluara. Si mblidheshit ju në familjet tuaja kur luhej çifteli? Rini te oda, rinin burra veç nga veç, apo të gjithë i bashkonte çiftelia dhe gjyshi, si ju mësonte, çfarë ju tregonte për çifteli? Po, një sekond, vetëm se keni shku shumë cep. Por që ta kenë bravo. Ja, një sekond. Se na bini. Një sekond, Gjuna. Një sekond. Këtu, të ka mëntoj. Ti e gruja? E ke bërë pytje, në? Okej, atëherë babaj domethënë mbilleshin mët me burrave dhe bie qeftelis, bëj muhabet burrash, bëj si rregulla e odës, bie cigare. Me dreve. Kishte një lezet se për shembull folshin burrat me avash, nuk kishte sikur folin sot me radhë pa radhë, kishte një rend. Ashtu ë? Po. Po çeftelis kush i binte? Kush dinte apo i zoti shtëpisë? Si rregullore, për shembull kur mlidhen në një festë, një herë do t'i bie i zoti shtëpisë, pastaj do t'i bie miqt, për shembull. Pastaj do t'i bie në nip, në daj, domethënë si mas radhë. Në shkallë. Po. E hapte i zoti shtëpisë ceremoninë e festës, pastaj e merrte miku që ishte nën të gjakut, ajo anë që ishte një më të vjetër, edhe pastaj si mas radhës vinte edhe Gëzim, ti ju mëson sot njerëzve të tjerë çiftelin dhe vajzat në familjen tuaj, din apo është një traditë vetëm e burrave? Jo din, unë kam vajzën që i bën çiftelis, kam edhe djalin, djali është në shkollë të muzikës, në akademinë e arteve. E ke vazhduar pra? Po, patjetër, është kitarist, po është edhe instrumentist në çifteli, është mjeshtër, jep edhe mësim. E preferuara melodi e juaja që e luani, cila është edhe do ta tregojmë pak sa tani. Gjitha meloditë janë të shkëlqyera, domethënë
Prego. Faleminderit. Faleminderit. Tash vetëm një çik kur folëm çfarë vi kthejnë çik po deshe këto